Zbardhen dhe dokumentojnë disa raste të vjedhjeve në Vlorë dhe Selenis, ndërsa janë vënë pranga dy autor, njëri i shpallur më herët në kërkim. Strukturat e Komisariatit të Policisë së Vlorës dhe të Stacionit të Policisë Selenis, si rezultat i kontrolleve të shtuara dhe hetimeve të thelluara, kanë zbardhur dhe dokumentuar disa raste vjedhjesh të ndodhura në këto zona. Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vlorës bën kapjen dhe ndalimin e një shtetasi 52 vjeç, banues në Vlorë i shpallur në kërkim, pasi kishte vjedhur materiale ndërtimi si dhe vegla elektrike në banesën e një shtetasi në qytet. Nga veprimet hetimore rezultoi se ky shtetas është autori i dyshuar edhe për 3 raste të tjera vjedhjesh ndodhura në datat 9 shkurt 2025, 23 mars 2025, si dhe në datën 24 mars të 2025-s në lagjen Lirimi dhe Kushtrimi, ku janë vjedhur sende të ndryshme në banesa si dhe një automjet. Një pjesë e sendeve të vjedhura u gjet dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Shërbimet e stacionit të policisë së Selenisës arrestuan po ashtu në flagrancë një shtetas 31 vjeç banues në Vlorë, i cili u kap në momentin që po tentonte të kryente një vjedhje në një stan në fshatin Peshkpi. Gjatë përpjekjes për të larguar ai praktisi automjetin pa targa, i cili po ashtu u sekuestrua si provë materiale. Nga hetimet e mëtejshme rezultoi se ky shtetas është autori i dyshuar edhe për një tjetër rast vjedhje të ndodhur në datën 28 nëntor të 2024 në po të njëjtin fshat.